në gjuhën ati. Edhe sikur t'i nxjerrin nga e para, dhe të fusin kas tjetër, se meqense thonë që meqense Ledioni trumbeton e disa është rradha ke dera, dilni të tërë fusin tjerë të dalë të tërë fusin tjerë. O zemra, atë mos e tuti se di unë që rradha është. Ti fusin më. Po mi pa dakord, ato mund t'i fusin, po për mendimin e ti ke Po këtë kena dësa të lejnë këtë se i kishte thënë, dëgjoj një sekond, Meridiani, futbollisti vetëm se i kishte thënë gruas kur ishte para 2 vjetësh. Para një 100 vjetëve gruas kur jashtë ishte fol me zonë nxorën. Eva Nika në nxorën për çarje kafke. Pse duhet të ribrenda ky mreti? Kush është ky? Një pyetje. Ka vështirë. Po pritet ta pyesim që çka ka thënë Dasara? Si? Hajde këtu me mua, hajde. Hajde këtu. Kam një surprizë. Ka thënë Kesi? Monika, hajde këte, Monika. Ha, çka ka thënë? Kam një surprizë për ju. Atëherë, nderuar teleshikues, po bërri në dhomën e surprizave vetëm për pak çaste një personazh që publiku e do shumë, zonja dhe zotrinj, Monika Lubonja. Ja, shive sa bukur. Si ngelën. Çka ke Meridian, çka ke? Si bëj? Qa halli që? O Monika, a i thot mos dali Kesi, thot se qa tha Kesi ka ishtë jashtëzakonshme. Po, Kesi për mua duhet të dali urgjentisht. Urgjentisht. Një djalë që ka një fjallor të dhunshëm, një djalë që edhe surrati vetë fur debaton, po, Meridian, mos ja fut kot, po kot fare mos ja fut, sepse duhet të dali urgjentisht. Se jo vetëm që flet budalla liqe, jo vetëm që është i pakulturuar, jo vetëm që jep modelin më të shëmtuar të mundshëm, por është një djalë megaloman, një djalë ignorant dhe mbi të gjitha tregon një forcë dhe një dhunë ndaj femrave. E dëgjove se çfarë i tha asajt? Çfarë i tha? Të çaj Kafkën. Eva Ali ka vetëm për Kafkën e nxorën nga miku, shoku jot dhe miku jot. Edhe futbollistin, pse i kishte thënë grua? Jo, shoku jot dhe miku jot për Kafkën, të çaj Kafkën i tha që e provokoi shumë, jo s'ka Monika. Thoni të vërtetën. Thoni të vërtetën se publiku është bërë shumë i acaruar. Thoni të vërtetën. Tha Uqa Kafka duhet të dali urgjentisht me zarf të zi si çdoli Eva Vikaj. Kam një pyetje. Ku e dini ju çfarë ka tek zarfi i zi? Po pra, këtë po pyesdon, çka ka zarfi i zi? Unë mendoj që po, dhe do bëj një gjë shumë të mirë më në fund të topi, edhe boll me këto. Po mirë, po doli vetëm një pyetje, po doli Kesi, vjeqet e 2 gocat që janë brenda s'kan më kuptim të rinë, ajo Stelina dhe Ina. Vetëm me datë 24 do hyj një çon që e ka shumë qef Stelinën dhe ku i dihet. Po amon, ai që e ka shumë qef Stelinën ai, po dëgjoj. Më një A e madhe, kështu ke thënë ti, do hyj një A e madhe. Hyri aja e madhe në mosh, Artan Kolaj. E më për këta A e patër ti, ore ti tallesh edhe me ne, mirë me... Dëgjoj, po nga këto të nominuarit, kush mendoni që del sot? Nata themun. Dëgjoj, hajde thuaj. Jo, është anulluar nominimi se ka dalur zarfi zi. Jo. Ore, po Vrenozi më se keni komentuar. Vrenozi dhe nuk ka njeri në nominim. Ua, se më ka ardhë keq për Vrenozin. Edhe di ku është bërë gabimi? Që doli Seno. Meridiani thot mos futet prapë Seno, ha? Që doli Seno, gabimi më i madh që doli Seno. Si vjet ato e kanë vendosur që nuk do ketë rikthime dhe pikërisht për këtë arsye nga që është Seno shkret nuk do ketë rikthime. Ai ka fat. Gjithmonë ka pas fat në jetë, gjymo fali, gjithani e gjymo. Tani ky fati ishte në thojza apo si ta kuptojmë këtë? Në thojza zërma shfat zeza, si vjetë vendosën ato që mos ketë rikthime që është më i preferumi. Bën gabim shumë që nxorën Seno, se Senoja do kishte disa rryma, disa vende, edhe me Gocën, edhe me Ilirin. Gjom, po me Monikën, Ja me Monikën. Me Mirin. Po me Miren më, si duket situata? Tani mua për Mirin flasun se i kemi ndarë pozicionet, unë flas për Mirin, Meridiani flet për Senon, Monika flet për Brekët. Për Selinin edhe për daljen e ati. Po, Monika një fjali tha 250.000 mesazhe kanë ardhur për Brekët. Mire kanë bërë se ka të drejtë qupa.
Tash po që për mirin Dasara se ke 4 minuta kohë. Jam shumë e keqardhur. Jam shumë e keqardhur e përsëris jam shumë e keqardhur. Më shumë se e keqardhur për atë që po kalon Miri gjithë këto ditë, jam shumë e keqardhur për Erikun që e njoh si Mirin dhe që nuk është ai që po shikoni aty brenda. Ose ati janë djegur neuronet për arsye që mund të imagjinojmë si imagjinojmë, flitet për flitet, s'do merre me këtë pjesë tani, ose nuk e di çfarë i ka ndodhur. Eriku nuk është në këtë dynja. Eriku që njohun që në 2011 nuk është ai që është brenda Big Brother. Ta tashohet dhe të bëhet palë një artist si ai me halabakët është e turshme. Po duhet ndaloj që ke Mateo, se Mateo në pëlqeja shumë, kam qenë një nga ato që e kam pëlqyer shumë. Dhe më kishin thënë, tash këto janë llafe thashë teme, po dhe ne këtu muhabet do bëjmë se për këtë punë jemi, nuk është se kemi dalë në panelet e Fevziut këtu. Dhe mendoj kam pasur një debat me një çun nga Elbasani që më tha shiko se nuk është tip rrugaç, po kështu, domethënë, tip jo në një gjë. Ja këto të fortit, po themi se s'du të përdor termin alabak, megjithëse aty në Big Brother e kanë bërë normale fare. Mua më pëlqente se sillesh shumë mirë me femrat e tjerë. Tash është bërë palë me atë kesin, shante sot Mateo në një farë feje Selinën, edhe është bërë palë me atë kesin, dhe janë bërë kaq të shëmtuar bashkë. Një tuftë çunash që ngjajnë fiks me ato çunat ke cepat e lagjeve, tu hënë para e duke u zënë për budalliqe. Po mirë, të bëj një pyetje, si ka mundësi të bëj përshtypje këto dhe nuk të bëj përshtypje fjalori i një djali që vjen nga media, që vjen nga topi, Angelo do thuash tash. Pse për unë kam një veti që unë i peshoj njerëzit dhe i vlerësoj fjalët atyre nga goja kujdet. Ai i hyni sot, ta kam postu video në zemrat, kam bollë tak, po kështu shku nuk shikon video. Po nuk thanë një gjë kjo video ka shtetë. Po nuk thanë ndonjë gjë të jashtëzakonshme se sa kanë thënë këta. Këta janë mbledhur 3 natyra meshkujsh më të qitë të mundshëm për t'i vënë përpara ekranit të televizorit. Dakor, po çdo mua, nga ato mos prit më shumë. O Monika, nga ato mos prit më shumë. Ti kur nuk ke pritshmëri nga një njerëz që punon media, që është gazetar dhe që drejton një emision shumë të ndjekur, seriozisht e ke prit nga këto që kanë dalë nga përputhje? Jo, dëgjoj, e ke shumë gabim, se po i fusim në një rang me VIP-at. Nuk, domethënë, sensi VIP-a ka humbur fare, se VIP-at pavarësisht janë nacionalitet. Kjo është gabimi më i madh që po bëhet. Pasi shikojmë te përputhja që nxjihen, e sterrosen me njëri tjetrin, nuk e di sa mesazhe më kanë ardhur, më kanë thënë turp për topin për këta 3 personazh. Turp, ja ta them turp, më nuk kam që më vjen zonë nga një turp. Ajo Selina prap ndryshe është, po ata të dy, ai dhe ajo. Dgjoj, o Dasara. Më fal, po Ina, pse si tu duk fjalori Inës? Po pra, atë po them. Ina. Ai deri tani se të vjen turp, nuk po e shef dot më bigun. Domethënë Selina, ti që e ndjek gjithkohës uomin e done, si përputhën është dhe ka pas pafund debate të tilla. Për ta mbyllur. Do më të një bje që lojtarja më e fort për momentin një bje që tjetë Selina, sa. Po ajo që ka vënë mirin, ajo më rregull është. Edhe për mirin diçka, në këtë moment e mirin po e ngren ata, dashe pa dashe, duke u marrë tërkohën me mirin, duke pa tjetër që mirin drejt finales do ta çojnë ata. Mos kujtojnë se duke thënë tërkohën që na i kanë bërë mos i kështu, na është bërë si ai Tellalli. Burri 47, vajza 20, filloi biku. Filloi, se shikojmë pastaj. Live të tjera. Ciao, grupin. Ju dua.